أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفري قبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Ndëruar shikues, selam aleikum. Vazhdojmë ne me emisionin ton Merr Frim, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit. Dërsa sot kemi nderin me pas hoxhën e nderuar Omer Bajrami. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se gjithë. Faleminderit. Si temë me ju sot e kemi zgjedhur sadakaën. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, dërgojmë salavat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Gjithashtu shfrytëzojmë rastin që pastaj t'ju falenderojmë edhe juve për ftesën, për organizimin, për emisionin, duke lutur Allahun Azza wa Jall që ky emision dhe këto ligjerata, sidomos gjatë kësaj kohe, gjatë këtij muaji të bekuar, të jenë të dobishme, të rëndësishme vetëm se janë, po të jenë edhe të dobishme për secilin i cili i dëgjon, i përcjell ato, duke lutur Allahun Azza wa Jall që ne këtu së bashku dhe gjithë ata të cilët i dëgjojnë këto fjalë të marrin pjesë në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Tema e cila është zgjedhur që ne t'i kalojmë disa çaste, disa momente në lidhje me këtë temë, e cila ka të bëjë me sadakan, me lëmoshën, e cila jepet për hir të Allahut Azza wa Jall, është një temë jashtëzakonisht e gjerë, jashtëzakonisht e gjatë, është një temë e madhe që ndoshta duhet të flitet me orë dhe me orë të tëra, po megjithatë ne do të mundohemi që spaku të nxjerrim atë thelbin apo atë ajkën e asaj teme që sadopak të marrim mësime nga ajo që na thot Allahu, nga ajo që na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Marr parasysh vetëm fjalën e Ibn Qayyimit, i cili thot sadakaja ka dobi të mëdha për njeriu aq shumë sa që numrin e dobive të sadakas e di veç Allahu. Sa dobi ka njeriu i cili jep sadaka, veç Allahu e di. Po ne mund përmendim pak diçka prej tyre, e pastaj ka përmend që sadakaja ta pastron zemrën, sadakaja ta largon kooperacinë, ta largon xhelozin, të afron me njëri tjetrin, të vëllazëron me vëllezërit musliman, fiton shpërblime të mëdha te Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, të mbron nga të këqijat, nga dëmet, pasojat, e kështu me radhë, dobi dhe dobi të shumta, pra bëhet fjalë për një temë e cila është e gjerë, po ne do të mundohemi sadopak, inshallah, të themi diçka prej saj. Alhamdulillah, atëherë si pyetja e parë hoxhë nderuar është çfarë shpërblimi ka në Islam ai njeriu i cili jep sadaka? Ai i cili jep sadaka, ai njeri, së pari ai i cili mundohet që këtë ibadet, është ibadet i madh, adhurim i madh, këtë ibadet mundohet ta realizon për hir të Allahut Azza wa Jall, jep, ndon nga pasuria e tij, ju jep të tjerëve. Ju jep nevojtarve, fukarave, jetimave, atyre të cilët kanë nevojë. Ai i cili jep prej kësaj, Allahu Azza wa Jall e përmendi një shembull në Kur'an. Ky që jep e ka një shembull në Kur'an. Si është shembulli i këtij? Tha Allahu Azza wa Jall: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Subhanallah. Tash ne për t'i kuptuar disa gjëra do të më nxjerrë në atë aspektin e dunjas, mi përmend të shifrat, numrat e dunjas për qenë ma të qarta të njerëz. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Ai i cili jep sadaka është sikur ai i cili e mbjell një farë në tokë. Një farë. Prej asaj fare dalin 7 kallin. Në secilin prej tyre nga 100 kokra. Subhanallah. E mbjell një, dalin 7. Në secilin prej atyre nga 100. Nën kupton. Nëse ti jep sadaka një, Allahu ta shumëfishon, ta shpërblen atë deri në 700. 7 nga 100. Deri në 700. Wallahu yudaifu limen yasha. Allahu ja shton edhe më shumë atij që dëshiron. Pra ai i cili jep,
tash llogarit e sot, a ka dikund me fut me dhon 1 euro, mi fitu 700 euro. A ka dikund ndonjë? Askund. Nuk ka dikund. Allahu Azza wa Jall shpërblen, jo vetëm me kaq, Allahu ja shton edhe më shumë atij që don. Pra ai i cili jep shpërblimit Allahu Azza wa Jall është shumë i madh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hoxhë, a është sadakaja vetëm dhënje të hollave, domethënë pasurisë, apo ka edhe? Po. Në esencë, sadakaja nënkupton dhënien e pasurisë të hollave tek ata të cilët kanë nevojë. Kjo është esenca e sadakas. Kur flasim për sadaka, nënkupton çka? Me dhënë prej pasurie. Mirë po. A është veç kjo? A mund t'japë dikush i cili nuk ka me dhënë sadaka? Ka mundësi. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe çdo tesbih që ju e bani është sadaka. Ai i cili thot subhanallah, subhanallah, kjo është sadaka. Tha çdo elhamdulillah për ju është sadaka. Çdo la ilaha illallah për ju është sadaka. Çdo Allahu akbar që thoni, kjo është sadaka. Çdo urdhër në të mirë është sadaka. Çdo ndalim nga e keqja është sadaka. Krejt këto i rumbullakson nëse njeriu e fal namazin e duhas. Është një namaz i njohur, i dobishëm, me shpërblim të madh shumë, që ka mundësi njeriu me fal pas sabahut një kohë deri pak para dreke. Nëse i fal 2 rekat, ajo ja plotson krejt këto sadakaja. Në një transmetim tjetër tha, njeriu në trup i ka 360 nyje. Njeriu në trup i ka 360 nyje. Për secilën prej tyre kërkohet me dhënë sadaka me falendëru Allahun Azza wa Jall. Allah ta ka dhënë këtë shëndet. Të mira, që lëvizin, gjymtyrët, shfrytëzohen, për këto me dhënë sadaka. Sa? 360 herë. A mundet dikush me dhënë 360 herë sadaka? Nuk mundet. Po si ka mundësi me mbri këte? Me subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, urdhër të mirë, ndalimi nga e keqja, me i falë 2 rekat apo 4 rekat namazit duha, e ka plotsu këtë sadaka. Pra a mund t'jepet sadaka edhe ndryshe? Sadakaja është edhe ndryshe, është edhe ma gjanë, edhe ndihma ndaj tjerëve, afërsia ndaj tjerëve, e kështu me radhë. Gjitha mund të hynë në atë ombrellën e sadakas. Mirë, po esenca e saj është me ndihmu me pasuri atë i cili ka nevojë. Alhamdulillah. A pranohet sadakaja hoxh nëse japim njeriu të gabuarit, i cili nuk e meriton? Kemi menduar që është meritor, por ja që ka dalë që nuk meriton atë sadaka. Shumë e mirë. Kjo ndodh në disa raste të njerëz, edhe mandej pak ndjehet njeriu sikur çka i dhash atij po? Po. Ose dikush të fajson, si i ke dhënë filanit ti, a di që ai subhanallah, ndoshta ti nuk e ke ditë. Ndodh kjo. Është më rëndësi, domethënë spari prej neve kërkohet që para se t'japim, ta shohim pak. Ulumtim. Po, pak ta shohim kush ka nevojë, kush nuk ka nevojë, kush është më meritor. Ka raste që 2 vetë kanë nevojë, mirë po njëri është pak më meritor. Edhe është më rëndësi me pa, sidomos nëse e di që dikush ato të holla, atë ndihmën që ti ja ofron, ai ndoshta e shfrytëzon dikund ku Allah është i dhëruar. Ndoshta Allah nuk është i kënaqur dhe ti ndihmon. Shembull, ne nuk është në rregull ti ndihmojmë dikujt i cili pasurinë e tij të holla që ofrohen i harxhon bastore, i harxhon kazino, i harxhon harame. Jo, atij nuk i ndihmohet me sadaka. Domethënë ai njerëz duhet të tërhiqet. Mirë po, nëse ndodh që nuk e dim, mendojmë ne për të mirë, i ndihmojmë dikujt dhe ndoshta del personi që nuk ka qenë meritor. Atëherë ne kemi shpërblim, atëherë ne kemi shpërblim. Pse sadakaja jonë është bë për hir të Allahut. Mirë, po personi nuk ka qenë i qelluar, ne edhe në këtë rast kemi shpërblim të Allahu Azza wa Jall, edhe nëse ai nuk është meritor. Dhe kështu ka ndodhur në një prej rasteve, të cilin e ka përmend vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot kishte qenë një njeri i cili kishte dalë natën me dhënë sadaka. Del me dhënë sadaka, mirë po nuk i njeh, nuk i di njerëz kujt me i dhënë. Dhe fillon e sheh filanin, ja jep sadaka edhe largohet. Del nesër t'i kryen disa punë, i dëgjon njerëz duke thonë mbram dikush i ka dhënë sadaka një vjedhësit. Subhanallah, vjedhësit,
habitet ky, ku e gjeta gjithë ato njerëz, bashat vjedhsin, ka me dalë edhe njëherë. Ka me dalë ditën tjetër me dhonë se kjo me këtë vjedhsin, ndoshta nuk vlen, ndoshta nuk pranohet. Del ditën e nesërme, e she një grua. Thot kjo grua, ma mirë, se she burri, ndoshta ka mundësi diçka, grua pak ma e sigurt. Ja jep asaj grua dhe largohet. Nesër i dëgjon njerëz duke thonë, mbram i ka dhënë sadaka dikush një lavires, një zinaçares, a jepet sadaka zinaçares. E subhanallah, një nat vjedhësit, një nat lavires, ka me dalë edhe njëherë. Ditën e tretë sigurisht ka me aqëllu vendit, personit, atit të duhurit, meritorit të sadakas. Dhe del ditën e tretë apo natën e tretë dhe e shet dikan duke kalu, i ndan atë pasurin që e ka veçu për sadaka, i ajep edhe largohu. Mirë, po ditën e tretë i dëgjon përsëri njerëz duke thonë, mbram dikush i ka dhënë sadaka një të pasurit. Sa ka nevojtar, sa ka fukara, sa ka meritor, dikush i ka dhënë të pasurit sadaka. Ky njeri kthehet në shtëpi me dertin e madh. Vjedhësit s'oshin rregull. Lavires nuk është në rregull. Të pasurit, po edhe kjo nuk është në rregull, kthehet në shtëpi i dëshpëruar. Me dertin e madh që sadakaja e tij nuk e gjen vendin, ndoshta është defekti, problemi të une, pse kjo sadaka nuk e gjen vendin ku duhet, po shkon dikund, a thu pasuria ime është në rregull, është halal, apo ku është problemi? Derisa i paraqitet një mesazh, dhe kjo nga Allahu Azza wa Jall, që e çon një mesazh nëpërmjet dikujt që ti thot, ati që i ke dhënë sadaka edhe vjedh, ndoshta sadakaja jote bëhet sebeb që ai ma mos me vjedh. Ky njeri vjedh. Ai tash mund të mendon, pse unë me vjedh? Ka njerëz të mirë, elhamdulillah, që unë s'kam nevojë me vjedh, ata do të ndihmojnë dhe unë nuk ka nevojë me marr pasurinë në mënyrë të haramit. Ajo lavireja do të mendon, pse unë me shku me shit nderin tim, kur ka njerëz që ndihmojnë prej muslimanëve me sadaka. Dhe ai pasuri do të thot, përderisa dikush më i dobët se unë jep sadaka, ndërsa unë i pasur, pse unë mos jep sadaka. Dhe ai do të fillon gjithashtu që t'jep sadaka, që ta shfrytëzon dhe ta realizon këtë shpërblim dhe këtë ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra sadakaja në raste të caktuara, që mund të ndodhet gabimisht t'i jepet dikujt i cili nuk është meritor, megjithatë e ka shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. Inshallah. Inshallah. Hoxh, a lejohet dhënia e sadakas haptazi? Para njerëzve. Para njerëzve, para kamerave. Kjo është pak më e ndihshme. A ban me dhënë sadaka para tjerëve? Tash këtu, nëse ka mundësi t'i përmendi dy mënyra të ndryshme. Po. Një është nëse jep sadaka ti personalisht. Unë jap sadaka para gjithëve, le ta shohin krejt. Kjo është në rregull. Dhe dy, nëse nuk harroj pastaj, është çështja atyre shoqatave, figurave që ndihmojnë jo me të vetat, po me të tjerat, që japin të tjerët dhe ata kontribojnë. Nëse unë jap sadaka para tjerëve, me pasurinë time, a është kjo në rregull? Në fenë Allahut Azza wa Jall sadakaja mund të jepet në dy mënyra. Mund të jepet fshehtas, mund të jepet haptas. Cila është më e mirë? Më e mirë fshehtas. Në hadithin e njohur, ata 7 grupe që do të hinë në hijen e arshit në ditën e gjykimit, një prej atyre, ai i cili jep me dorën e djathtë, nuk e di as dora e majt. Ai i cili jep me dorën e djathtë, nuk e di as dora e majt, nënkupton aq fsheht e jep sadakon, nuk e di askush. Mirë po, a ban me dhon haptas? Ka raste që sadakaja jepet edhe haptas. E sidomos nëse është për nxitje edhe të tjerëve. Unë e kisha dhënë fshehtas, ama tjerët nuk e din. Nëse unë e jap haptas, edhe tjerët do të vinë pas meje. Nijeti është për Allah, nijeti nuk është që të të shohin tjerët. Ti e jap për Allah. Mirë po, para njerëzve, me nijetin e nxitjes që edhe ata të japin, a lejohet në këtë mënyrë? Lejohet në këtë mënyrë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej rasteve erdhën disa njerëz që të kërkojnë ndihmë, ishin nevojtar. Sa ishin nevojtar? Ka ardhur në hadith të zhveshur, të zbathur. Para mendoje, kanë ardhur njerëz që të kërkojnë ndihmë, ishin të varfër shumë. Sa të varfër? Të zbathur. Sa të varfër? Ndoshta me pak një veshje dobët të coptuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i pa në atë gjendje, i thiri sahabët. Edhe ju foli atyre, u përmendi, u recitoi disa ajete të Kur'anit, pastaj kërkoi prej atyre që t'japin sadaka. U ngritën disa sahabe që t'japin sadaka. Mirë, po një prej atyre i kishte mbush krahët. Kështu ka ardhur. I kishte mbush krahët me ushqim, me veshje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh gjendjen. Këta nevojtar shumë, të varfër shumë, kush do t'ju jep këtyre? Se gjendja atëherë ka qenë ndryshe. Kush do t'ju jep? Vjen një sahabi, vjen një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka mbush krahët. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkëlqeu fytyra. I buzëqeshi fytyra. Elhamdulillah që ka dikush që do t'ju ndihmon. Kur e pa sahabe tjerë, u ngritën edhe ata, morën pasuri që t'ju japin atyre. Do më thonë, kjo ishte si nxitje e ati njeriu për gjithat atjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men sanna fil islami sunnatan hasana. Kush e fillon e nis në islam një punë të mirë, e ka shpërblimin e krejt atyre që do ta vazhdojnë atë pa ju mangësu atyre fare. Pra ai i cili jep qoftë edhe haptas, mirë po njeti për Allah. Njeti të jeti pastër. Mirë po, të nxiten edhe tjerët që t'japin, kjo është në rregull. Allahu azza wa jall tha në Kur'an, alladhina yunfikuna amwalahum bil-lejli wan-nahar. Ata të cilët e japin pasurinë e tyre natën edhe ditën. Sirran wa alaniya. Fshehtas edhe haptas. Pra mund të jetë fshehtas, mund të jetë edhe haptas. Ata që japin fshehtas edhe haptas, çka ndodh me ta? Lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alejhim wala hum yahzanun. Ata e kanë shpërblimin te Allahu azza wa jall. Nuk tha Allahu, këta që japin fshehtas kanë shpërblim, këta që japin haptas nuk kanë shpërblim. Jo, të dy palët e kanë shpërblimin te Allahu, për ta nuk ka frikë dhe nuk ka pikëllim. Këta janë ata që japin pasuri nga ana e tyre, nga pasuria e tyre, haptas apo fshehtas, varësisht prej momentit edhe prej gjendjes. Çka ndodh me ata që japin, kontribojnë, jo nga pasuria e tyre. Nga se kemi raste, figura të njohura, publike, apo shoqata të njohura, që i ndihmojnë njerëz, i ndihmojnë besimtarët, nevojtarët, dhe dalin publikisht. Dhe shembull, gjatë këtij viti, apo prej Ramazanit të kaluar deri në këtë Ramazan, janë ushqyer nga kjo shoqat 10.000 nevojtar. Dhe ky del publikisht. Janë ndihmuar 5.000 jetima. Janë ndërtuar 500 banesa apo shtëpia, e kështu me radhë. Ky del publikisht. A është në rregull një gjë e tillë? Këtu njerëz nuk e kuptojnë, apo e keq kuptojnë një gjë. Ai i cili del publikisht, apo një shoqat, del një shoqat publikisht, që brenda një viti është ndihmuar kaq edhe kaq. Ai nuk ka mundësi që të lavdrohet me vetveten. Ai nuk është duke thonë që unë i kam dhënë. Se ju çdo herë keni thonë fshehtas, tash del dikush edhe lavdrohet. Nuk lavdrohet. Ky është keq kuptimi. Ai është ndërmjetësues ndërmjet të pasurve edhe të varfërve. Ai ka marrë pasurinë e atyre që kanë dhënë dhe e ka dhënë në vendin e atyre që kanë nevojë. Dhe ky është ndërmjetësuesi i cili del publikisht të ju tregon gjithëve se këtë pasuri që ju e keni dhënë ka shku në vend. Dhe ata që duan me dhënë, duan të kontribojnë, mirë po nuk e din vendin, ata kanë mundësi të kontribojnë tek ky person apo tek kjo shoqat që do ta çon pasurinë e tyre në vendin që ka nevojë. Pra, kjo mënyrë nuk shkakton asnjë problem në fenë Allahut azza wa jall, megjithëse është e mira e atyre që kanë nevojë, ata mos publikohen. Ata nevojtarët, ata të varfërit mos publikohen. Mirë po punët që janë bë dhe ndihmat që janë realizuar, nëse publikohen, nuk shkakton asnjë problem në fenë Allahut azza wa jall.
Hoxhë, a lejohet të jipet sadaka për të vdekurit? Edhe kjo është me rëndësi në këtë temë, sidomos në këtë temë. Ata të cilët kanë vdek, kjo është me rëndësi. Cili prej neve nuk ka familjar, antar të afërt që kanë vdek. Se cili prej neve, ose e ka babën, nanën, vëllaun, motrën, gjyshen, e kështu me radhë. Ata kanë vdek. A kemi mundësi ne me bo ndonjë të mirë për ata, pas vdekjes? Unë në një prej ligjeratave, ma herët, e kam përmendur, kur ti nanës tënde të vdekur, ja ke dhënë një kafe. Dhe dikush thot, nana ka vdek, po, që sa ko, që 5 vite, që 10 vite. Ti del pi kafe për çdo ditë. Del me shoshni, me rreth, me familje, kështu me radhë. Në sa raste ti pagun kafe. Ose tash e pagun një iftar, një dark, një ndim dikujt mirë. Asaj nane e cila ka vdek, kur ja ke dhënë një iftar? O gjo, asaj nane që ka vdek, kur ja ke dhënë një kafe? Po si, ato të holla, së paku aq sa kushton një kafe, apo një iftar, apo një dark, apo një dhurat dikujt, me ja dhënë nanës së vdekur. Po si ka mundësi? Me dhënë sadaka për nanën tënde. Me dhënë sadaka për babën tënd. Me dhënë sadaka për dikant që ka vdek. A i shkon shpërblimi? I shkon shpërblimi, elhamdulillah. Kjo është nga mirësia Allah të zëvëgjel, që Allah në e ka mundësu që ti, nana ka vdek, baba ka vdek. Nuk është kri. Nuk ka përfundu hakun ndaj tyre. Kur përfundon? Kur ne të vdesim. Momentin që unë e vdes, a muj ma me bo diçka? Atëherë s'ka. Ama unë jam gjallë, a muj me bo hala? Mundesh me bo hala. Po çka mundesh me bo? Në mesin e disa ibadeteve, që ka mundësi disa të mirave mua bo atyre, është edhe sadakaja. Jep sadaka edhe për vete, po jep sadaka edhe për babën. A i shkon? I shkon. Jep sadaka edhe për nanën. A i arrin shpërblimi? I arrin shpërblimi. Sigurisht? Sigurisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri tha, ja Rasul Allah, baba im ka vdek. Në një transmetim tjetër, dikush tjetër, nana ime ka vdek. Ja Rasul Allah, a mundem me dhënë sadaka për atë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po mundesh me dhënë sadaka për atë. Në një transmetim tha, nana ime ka vdek, nuk kalon testament, nuk kalon porosi që une kur të vdesi jepni për mua. Po të kish pas mundësi me fol në momentet e fundit, kish të thonë, a me dhanë për te ja Rasul Allah, jep për nanën tënde. Pra jep sadaka për atë që ka vdek, sadakaja i shkon, sadakaja i mbrin, shpërblimi i mbrin. Po si me dhanë, jep sadaka me nijetin që shpërblimi se wapi i kësaj sadakaje mi shku nanës time, mi arrit babës tim, edhe ata të kenë shpërblim prej neve, nga se e kanë lënë një djalë në rrugt të Allahut, e kanë lënë një vajzë në rrugt të Allahut, kanë lënë nipa edhe mbesa në rrugt të Allahut, elhamdulillah. Dhe kjo është e mira që ju arrin edhe atyre, inshallah. Allah shpërbleft. Dhe më shiroft prindërit tonë. Amin, gjithë, amin. A mund të japim sadakate të afërmit familjarëve? Edhe kjo është me rëndësi. Me gjithë se cila, po a ka diçka në fej që nuk është me rëndësi. A ka diçka që e ka thonë Allahu që nuk është me rëndësi. Që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk është me rëndësi. Edhe kjo është me rëndësi. Me ju dhënë sadaka njerëzve të afërt. Është me rëndësi që të kuptohet. Sadakaja, sa ma afër, ka shpërblim ma shumë. Sadakaja fillon sadakaja me të afërmit. Njerëzit në disa raste largohen, duke menduar se une nuk kam mundësi të jap këtyre që i kam afër, une do të jap dikun që është ma largë. Realiteti është ndryshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, bile te të afërmit është sadaka, një, dhe është përforcim i lidhjeve familjare, dy. Po prej ku fillon sadakaja? Sadakaja mund të fillon prej në shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili shpenzon për familjen e vet, me nijet sadakaje për hir të Allahut azza wa xal, ajo i llogaritet sadaka. Do më thonë njeriu kur shkon që të blen edhe harxhin, ushqimin, gjërat që ka nevojë për familjen e vet. Nëse i llogarit me nijetin sadaka, e ka shpërblimin e sadakas. E pastaj
pastaj fillon prej të afërmve. Nuk fillon sadakaja prej fundit. Prej të afërmve. Nuk është në rregull nëse dikush e ka vllaun e varfër dhe shkon të ndihmon dikun tjetër larg te dikush që ka nevojë. Ajo është mirë, po nga kush fillon? Nga vëllau. Pastaj nga fëqinjt që i ka përreth. Ata që i ka më afër, nëse ata kanë nevojë dhe ky pasurinë e çon dikun tjetër larg, kjo nuk është mënyra e duhur. Prej ku duhet të fillojmë? Prej afër, duke u zgjeruar. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhroi Muadhin radhiyallahu anhu bile bëhet fjalë për zekatin, që ne zekatin kur ta japim, sadakan kur ta japim, të fillojmë prej më afër. Tha o Muadh, ti do të shkosh në Yemen, ja tregoj disa gjëra që duhet ti vepron, në mesin atyre tha, do të marrësh pasurinë e të pasurve të tyre dhe do t'ua japësh të varfërve të tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu thotë, të pasurve të tyre u merr, të varfërve të tyre u jep. Jo me marr nga të pasurit mua dhën të varfërve dikun tjetër, jo, të varfërve të tyre. Në kupton, nga ai vend që merret, në atë vend jepet. Sa më afër sadakaja, e ka shpërblimin më të madh. E nëse nuk ka nevojë, apo në raste të caktuara, atëherë mund të shkon edhe më larg, nëse gjendja e njerëzve mund të ketë ndonjë rast të veçantë, atëherë nuk ka ndonjë problem nëse shkohet edhe në vende më të largëta. Deshta me të pyetje, ka shumë njerëz që janë vezvesin atë aspektin që nëse jap vetëm ka varfëria, i të marrë vesh nëse jap vetëm paksohet rroga. Paksohet. Po. Edhe kjo është me paksohet. Paksohet me matematikën e dynjas. Paksohet me llogarinë e dynjas. Ne nuk kemi mënyrë, nuk ka as profesor të matematikës, as shkencëtar, as filozof, as dikush tjetër që mund t'ja shpjegon dikujt se kur minuson nga pasuria, ajo shtohet. Nuk ka, kësi lloj mënyre të shpjegimit nuk ka. Kjo ndodh ku? Vetëm në llogarinë e imanit. Kjo ndodh vetëm në llogarinë e ahiretit. Kjo ndodh vetëm në llogarinë e shpërblimit. Se ndryshe, nuk ka digitron. Nuk ka mënyrë, nuk ka llogari që e nxjerr shembull, ti i ki 100, i jep 50, me dal 200. Kjo nuk del, në asnjë matematik, në asnjë mënyrë, nuk ka detyrë që fundi i kësaj rezulton kështu. Unë i kam 100, i minusoj 50, sa mbeten? 50. Jo, në fenë Allahut Azza wa Jall, i ki 100, i minuson 50, mbeten 200, mbeten 300, mbeten edhe më shumë. Po si ndodh një gjë e tillë? Ndodh Allahu Azza wa Jall asaj pasurie i jep bereqet. Atë pasuri Allahu e shton. A kemi raste të tilla? Kemi raste shumë. Kemi raste shumë që Allahu Azza wa Jall atyre që kanë dhënë, Allahu ju ka dhënë edhe më shumë. Mirë, po jo me synin e dynjas. Jo me llogarinë e dynjas, me llogarinë e ahiretit. Ai kush jep sot? Edhe kush ka dhënë çdo herë? Jep ai i cili ka zemër. Nuk jep ai i cili ka xhepin. Ai i cili e ka zemrën e gjerë, ai i cili e ka zemrën të pastër, ajo në gjendje me ndihmu. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur rasti atij i cili ka ndihmuar megjithse ka qenë i varfër. Llogarit, kur është shpërblimi më i madh i sadakas? Shpërblimi më i madh i sadakas është në dy raste. Kur e jep atë që e don shumë, ndodh ne në raste të caktuara japim veshje. Cilën veshje? A që e ke mbajt një kohë ma nuk e vesh, e jep sadaka. Nuk është kjo. Atë veshje që e pëlqen mas shumti, atë me dhën sadaka. Kjo e ka shpërblimin më të madh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk e arrini mirësinë deri kur ta jepni atë që ju e doni. Atë që ju e pëlqeni, e ka mbajt 3-4 vite, është vjetru, po e jap sadaka. Edhe kjo vlen, ama nuk e ka atë shpërblimin në atë nivelin më të lartë të sadakas. Atë që e jep njeriu kur? Atë që e don mas shumti. 2. Atë që e jep njeriu në momentin që vetë ka nevojë. Ti vetë ki nevojë me ndihmu, ti ngritesh me dhon sadaka. Në llogarin apo në logjikën e njerëzve, po ku jeti për sadaka? Ti dush me pranu, ti dush me marr, jo me dhon.
Ti nuk e ki gjendjen me dhënë sadaka. Në këtë moment me dhënë ti sadaka, shpërblimi është më i madh. Po si jep dikush i cili ka nevojë, po zemra jep. Zemra jep. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush, një mysafir i cili ishte nevojtar, kishte nevojë. Mysafir te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e vet te bashkëshortja tha: "A kemi diçka sonte për darkë për këtë mysafirin?" Hinë dhe shikuan dhe thanë: "Ja Rasulullah, nuk ka asgjë përveç se ujë." Subhanallah. Kjo është gjendja, para mendoje. Vetëm ujë. Nuk ka asgjë në shtëpinë tonë përveç se ujë. Shikoj të shtëpia tjetër, të dhoma tjetër, të bashkëshortja tjetër. A ka ndonjë gjë sonte për këtë mysafirin? Ja Rasulullah, nuk ka asgjë, vetëm ujë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A ka dikush që e pranon sonte këtë mysafir në shtëpinë e tij?" Dikush tha: "Unë ja Rasulullah." Para mendoje, ky njeri e mori mysafirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e çoi në shtëpi. I thot bashkëshortes: "Çka ka sonte? A ka diçka për darkë?" Thot: "Vetëm ushqimin që e kemi bë gati për fëmijët." Çka kërkon kjo? Kërkon zemër. Kjo kërkon iman. Kjo nuk është në atë mënyrën, në atë stilin që ne sot jetojmë për vete. Me rëndësi është për veten tënde, për fëmijët e tu, po ai tjetri atje, po ai le t'ja ban çaren për veten e vet. Për çka pse unë më i dhon dikujt? Po unë kam punë, unë kam fitu, po le të punon edhe ai. Ky haron që atë pasuri që e ka është sprov nga Allahu, dhe ai varfëri që nuk ka, edhe ai varfrin e ka sprov nga Allahu. Allahu na sprovon gjithve në mënyra të ndryshme. Ky njeri e pa që ushqimi vetëm në shtëpi është ushqimi i përgatitur për fëmijët. I tha bashkëshortes: "Vendoj fëmijët në gjumë. Le të flenë fëmijët." I mori gruaja fëmijët që të flenjtën fëmijët. Ushqimi që është pak, nuk del as për 3 vetë. Tha: "Kur do të vjen koha e ushqimit, ndale llambën. Atë llambën e asaj kohe, si kur është harxhuar, ndale atë. Vendoje ushqimin." Kjo grua e ndali atë dritën, llambën, e vendoi ushqimin, pjatën, dhe u ulën kinse po hajnë gjithë zbashku. Kinse edhe i zoti i shtëpisë është duke ngrënë, mirë po ai vetëm e prek pjatën dhe nuk han fare. Bëhet kinse është duke ngrënë. Për çfarë arsye? Që të ushqehet mysafiri. Mysafiri hangër. Burri edhe gruaja jo, edhe fëmijët jo. Kaloj kjo natë, ushqimi për mysafirin mjaftoi, për të tjerët mbetën të uritur. Ditën e nesërme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa këtë njeri buzëqeshi, edhe tha: "Allahu është habit me gjendjen e juaj në natën e mbrëmshme." Allahu është habit me ju, çka keni boju? Po nga erdh kjo ide? Nga ju erdh kjo ide që ju të veproni në këtë mënyrë? A di nga vjen kjo ide? Kjo ide vjen nga zemra. Nga vjen kjo mënyrë? Kjo mënyrë vjen nga imani. Kur njerëz duan ta ndihmojnë njëri tjetrin, t'ia zgjatin dorën njëri tjetrit, ai i cili ka dhe ai i cili nuk ka. Dhe njeriu nëse jep, kjo frika e varfërisë, kush të frikson? Kush të ban që ti don me dhanë, ama do të paksohen, ama rrezikohet pasuria, ama ndodh që ti nesër nuk ki për fëmijët e tu, kush të frikson? Tha Allahu azza wa jall: "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha." Shejtani të frikson. A don me dhanë? Po, jep ti zekat, edhe zekatin që është farz, është obligim, jep ti zekatin, ama paksohen. Jep ti sadaka, ama në fund paksohen. Ti çka ndodh me ty? Rrezikohesh. Çka do të më bë? Tërngoje dorën. Dhe sheh që njerëz i shohin nevojtarët, i shohin të varfërit, i shohin njerëz që kanë nevojë për gjëra elementare. Dhe ne kemi raste të tilla. Dikush a e ke pa, a e ke vërejt kur dikush thot: "Po te ne nuk ka fukara në vendet tona." S'ka fukara në vendet tona. Në vendet tona ka fukara për gjëra luksoze, se për buk nuk vuan askush. A dikush thot kështu?
thot kështu ai I cili nuk është interesuar asnjëherë për gjendjen e nevojtarëve. Ai nuk është interesu, por atë ai nuk e di. Ai nuk e di sa jetën e ka në shtëpi, tavolinën plot, iftarin plot, syfyrin plot, fëmijët e tij nuk e din çka është uria, njerëz me të cilët ai ka raport edhe punë janë njerëz të cilët I kanë sofrat plot dhe xhepat ndoshta plot dhe shtëpiat me gjitha kushtet dhe ai thot në vendet tona nuk ka fukara. Ama ne e dim, direkt ne e dim raste të caktuara që I kemi pa, po edhe plot raste tjera që nuk I kemi pa, njerëz të cilët kanë nevojë edhe për bukë. Frigoriferat e zbrasta. Njerëz të cilët në syfyr nuk ka çka shtron. Dhe në iftar nuk ka çka shtron. Përveç kush I ndihmon nga pak I zgjat dorën që ta kalon ditën edhe natën apo mëngjesin edhe mbrëmjen me pak ushqim. Dhe ai I cili sot e shtrëngon dorën, ai në ditën e gjykimit do të jep llogari për atë të varfërin. Pse ai varfëri ka qëndruar pa bukë? Pse fëmijët e tij nuk kanë pas veshmbathje? Pse fëmijët e tij nuk kanë pas çantë dhe fletore për në shkollë? Pse ajo familje ka mbet pa kulm? Kush do t'jep llogari? Do t'jep llogari ky I cili ka pasuri. Po për çfarë arsye? Po ty Allah të ka dhënë. Ty Allah të ka dhënë dhe të ka caktuar sa duhet me dhënë. Prej asaj pasurie që ta ka dhënë Allahu, jo prej asaj pasurie që ti e ke fituar, gjitha ajo është nga Allahu Azza wa Jall. Llogaritë sot riskun. Sa njerëz punojnë 12 orë, 10 orë, punë të rëndë dhe marrin pak. Dhe sa njerëz punojnë punë të lehtë edhe marrin shumë. Për çfarë arsye ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se risku vjen nga Allahu. Ti je vetëm një sebeb, ama Allahu të sprovon. E tash ai I cili jep, Allahu asaj pasurie I jep bereqet. Tha Allahu Azza wa Jall, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu e humb bereqetin prej kamatës. Dikush jep kamat që të fiton më shumë. S'ka bereqet aty. Nuk ja sheh hajrin. Wa yurbi sadaqat dhe I jep bereqet asaj pasurie që jep sadaka. Ti jep, Allahu t'jep. A mundesh me dhon ti më shumë se Allahu? Allahu në hadith kutsi tha, anfik, unfik alejk. Jep ti, unë do t'jap ty. Para mendoje, jep ti, unë do t'jap ty. Por sëri njeriu nuk jep. Por çfarë arsye? Mungesa e imanit. Jo mungesa e pasurisë. Mungesa e imanit, nga sa I ka frikë. Allahu thot, unë do t'jap, ti ki frikë me dhon. A I beson Allahut? A I beson se fjalë që unë do t'jap. Nëse I beson, njeriu jep pa pas frikë fare. Nëse ka dyshime në atë fjalë, a thua Allahu do të m'jep një mend, a thua Allahu do të m'jep sigurt, atëherë ka mundësi që të friksohet edhe mos jep. Jep ti, Allahu do t'jep. Dhe ai I cili jep, kur nuk është varfruar, nuk ka ndonjë njeri, qoftë më herët, qoftë sot, I cili ka dhënë jep dhe në fund ka mbeti I varfër. Nuk ka njeri të tillë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Dhe rastet e tilla janë shumë, janë raste që ndoshta nuk mund përmenden, nëse ka kohë do I kisha përmend një rast I cili më ka ndodhur mua personalisht, ka para shumë viteve, po spaku që ndoshta dikush ka mundësi që të merr mësim. Ka ndodhur një rast që e kishim gjendje ndoshta më të vështirë, ndoshta jo si sot, gjendja ishte pak më e ngushtë dhe pasuria që e kisha unë me vete, jo me vete, po gjithë pasuria që e kam pas ka qenë me tonën, me llogarinë e pasurisë këtyne monedhave tona, 100 denar. Gjithë ajo që e kam pas, edhe në Më pak se 2 euro për ato që nuk e di. Po, ato që nuk e kuptojnë, as 2 euro. Po llogaritë, çfarë llogaritë 2 euro, 1 euro e gjys. Gjithë pasuria që e kam pas me vete. Dhe tash ishte një rast që kishte nevojë me dhon, edhe secili që kalon jep. Tash unë e mendoj, nëse nuk gaboj tash, a I kam dhënë 100, a I kam dhënë 50, se ka një kohë pak më gjatë, edhe e mendoj tash. 100 denar krejt. A ti ki nevojë për atë. Ama për hir të Allahut Azza wa Jall, duhet me dhënë. Nuk kam kujtohet sakt,
a i kam dhonë 100, a i kam dhonë 50, që mos të gaboj. Po. Mirë po, jam mundu me dhonë. Kjo është rast që dikush letë mërë mësim, mos u frikso që nëse jeb do të paksohet. Sadakaja nuk e pakson pasurin, këtë e ki me garancë nga Allahu. A i beson Allahut? Po. A i beson fjallës Allahut? Po. A i beson fjallës pejgamberi s.a.s. Po. Po për çka me pas frikë? Nga cytjet e shejtanit? As njëherë. Jam mundu me dhonë, ma të mundësin që e kam pas, 50 apo 100. Që llogaritë i kam dhonë 1 euro e gjys. Kam pas 1 euro e gjys, i kam dhonë 1 euro e gjys. Jam këthy në shtëpi. Pas pa kohë, kam dash me dal, me familje, me fëmijë, dalim dikund. Ama nuk kam me vete. Kur gjo? Nëse do dhe një ujë me ble dikund, nuk ka. Atë besohet ajo, duke dal te dera, ka dikush i ka ra derës. E hapi derën bujrëm, ama ne ma vetë se ishim duke dal. Po gjo, nuk kam ko, vetëm kam marrë 1 minutë te dera dhe jam duke ik. Urna vlla, e ki një selam prej filanit, tash ai i cili mi ka sjell te dera, nëse e dëgjon e di rastin. Dhe ai i cili i ka dërgu, tjetër kush, nëse e dëgjon e di rastin, vetëm një selam, ka dash dikush një dhurat, pogjës. Nuk ka nevojë o vlla. Abe dikush i ka dërgu, ka pas kef, i ka dërgu. Hajri, inshallah, Allah është përblet dhe ka shku. Kur e kam hap, i kam pa me tonën 9.000 denar. Për ato që nuk e din, 150 euro. Sa ke dhonë ti? 1 euro e gjys. Sa të ka dhonë Allahu? 150. A donë ti me dhonë ma shumë sa Allahu? Po ti s'mundesh me dhonë, sa do ti që jeb, Allahu ka me dhonë ma shumë. Vetëm çka kërkohet? Kërkohet prej neve zemër. Dhe atej, jo me e bo që dikush, jo me e bo për arsye tjera, me e bo vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Nëse jep ti, Allahu do t'jep. Nëse jep ti, do t'a pastrosh zemrën tënde, xhelozin tënde, kooperacinë tënde, do t'afrohesh me njerëz, ndihma ndaj njëri tjetrit, njeriu t'i azgjeron zemrën. Është kënaqësi, ata të cilët ndihmojnë, elhamdulillah, Allah i shpërblet të gjithë, ata të cilët ndihmojnë, po ai ka kënaqësi të veçantë, atë kënaqësi nuk e di dikush tjetër. Ai gjumin e ban rahat, ai i cili sot i ka ndihmuar një nevojtarit, ai kur të bie të pushon, kur të bie të flen, ai e ban një gjumë ndryshe. Se, elhamdulillah. Po kjo është nga mirësia e Allahut që Allahu ta ka mundësu me dhon dhe ka vende, ka njerëz që kanë nevojë, janë gjendje me e pranu. Llogarit nëse askush nuk e pranon. A don ti me dhon sadaka? Po. Në Shkup nuk ka kujt me i dhon. Çka ki me bo? Jo në Shkup, në krejt Maqedonin, ti don me dhon, unë dua me dhon. Në Maqedoni nuk ka kush që e pranon sadakan. Çka ki me bo? Llogarit nëse nuk ka njerëz që e pranojnë sadakan, a ti do me marrë shpërblimin. Çka kemi me bo? Atëherë ndoshta do të me shku në një shtet tjetër, në një qytet tjetër, në një fshat dikund të largët, a don me dhon sadaka, po do të më udhëtu 100 kilometra, e pastaj një 10 kilometra të nalt, atje dikund në majet Kodrës, atje është një varfër, një shtëpi, mundesh me i dhon sadaka. Mirë, po sot ka lecim, nuk ki nevojë atë shumë, nevojtarin e ki të dera, nevojtarët janë plot, a i cili don me dhon sadaka, mundësia shumë, elhamdulillah, me arrit shpërblimin e madh tek Allahu Azza wa Jall. Si do t'jetë gjendje e atij që ka dhënë sadaka në ahiret? Domethënë pas vdekjes, ditën e gjykimit. Kjo është më e mira. Kjo më e mirë, elhamdulillah. Kjo është më e madhja. Se ne gjithë synojmë fundi për në ahiret. Domethënë çdo gjë e cila bëhet fundi, ta gjejmë te Allahu shpërblimin, ta arrim rezultatin, ta arrim suksesin. Ajo është fitoria më e madhe. Cila është fitoria më e madhe për njeriu? Në dunja edhe në ahiret, tha Allahu Azza wa Jall, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai i cili shpoton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhenet, ai është i cili ka fituar. E sadakaja a ndihmon njeriu që ta mbron nga zjarri i xhehenemit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del njeriu para Allahut Azza wa Jall, do t'i flet Allahu atij pa përkthyes. Do të sheh para vetes. Çka do të ketë para vetes? Vetëm veprat e veta. Do të sheh nga e djathta, nga e majta. Para ti është zjarri i xhehenemit.
Në ato momente njeriu e kupton sa ka qenë e rëndësishme në dunja me i bë ibadet Allahut Azza wa Jall. Me ecë në rrugën Allahut Azza wa Jall. Kur ta sheh xhehenemin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Fattakun nara walau bi shiqqi tamra." Mbrojeni veten nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme. Para mendoje, nëse jep sadaka, po nuk ki, gjysmë hurme. Kjo është në atë mënyrën që dikush ta kupton, nuk ka njeri që nuk ka. Qoftë edhe gjysmë hurme, një hurmë, me ia dhon dikujt është sadaka. Shpëtoje veten, mbroje veten nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe me gjysmë hurme. E në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në përmendjen e dyerve të xhenetit, që janë pak më shumë, që mos gjerohemi, dera Rayyan, dera nga e cila do të hyjnë agjëruesit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe dera e sadakas, dera e lëmoshës, një derë në xhenet, nga dyert e xhenetit, një derë e xhenetit quhet dera e sadakas. Dera e lëmoshës. Por këndësh ajo derë për atë i cili në dunja ka dhënë sadaka. Ai i cili në dunja ka dhënë lëmosh për hir të Allahut Azza wa Jall. Në ditën e gjykimit, tash llogarite, ka dhënë sadaka, ka agjëruar. Elhamdulillah, në Ramazan sidomos, gjithë besimtarët agjërojnë. Ai i cili ka agjëruar dhe ai i cili ka dhënë sadaka, do t'i hapen në ahiret dy dyer. Ai i cili ka më shumë ibadete, do t'i hapen më shumë dyer. Mirë, po ai i cili jep sadaka, do t'i hapet dera e xhenetit, dera e sadakas. Allahu na boft për atyre që ju hapet edhe dera Rayyan, edhe dera e sadakas, po edhe dyert e xhenetit, dyert e punëve të mira, ibadeteve dhe Allahut Azza wa Jall. Amin. Hoc, për fund, a keni diçka për të shtuar? Ndoshta ajo që është thonë, shpresoj që sa do pak tjetë një mesazh, së pari për vete, nga se ne kemi nevojë së pari ti themi vetvetes, po pastaj edhe për gjithë ata që na dëgjojnë, që tjetë së paku një nxitje, jo për tjerët, po më shumë për neve, që ta marrim shpërblimin, ta arrim suksesin, ta arrim rezultatin, dalim para Allahut Azza wa Jall, e të na hapet dera e sadakas. Unë nuk do të zgjatem më shumë, ndoshta nuk do të shtoj më shumë, përveç se që e lusë Allahun Azza wa Jall, që Allahu në këto ditë të mëdhaja dhe në këto net të mëdhaja, të na jep vullnet, të na jep shëndet, të na jep mundësinë që ta shfrytëzojmë sa më shumë, të realizojmë ibadetet e mëdhaja në këtë muaj të bekuar, e lusë Allahun Azza wa Jall, që Allahu gjithëve ibadetet tona të na e pranon. Amin. Amin. Ishte kënaqësi që të patëm hoxhin nderuar. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërblet edhe gjithëve. Faleminderit. Shikues nderuar, ky pra ishte hoxha i nderuar Omer Bajrami, ne shihemi nesër inshallah në të njëjtën kohë. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi kopret, zgjohu a do mbereqet. Falu, namazi është drit. Falu, me zemër e shpit. Falu, namazi është drit.